Do takoj një shoqen time, që e kam ftu për kafe, e kam punu me te. Si je më i dava? Si e kalon? Mirë je? Mirë shumë. A i ke mirë? Mirë. Shqyqyr zotë. Hajde ta pimi kafe Po, bashkë. ta pi. Hajde. Ne kemi punu rreth 50 vjetë bashkë. Kjo ka qenë tornitore, unë elektrobobinatore ose avënquse. Pastaj kur kemi dalë në pension, po prap kemi punu bashkë në zanatin tim, sepse zanatin na bashkoj dhe asnjëherë nuk na largoj. Hajde gëzuar. Gëzuar që është. Tereza, unë jam mirë njohëse për ty herë që mua më ke vlerësuar si shoqe, që kem punu nga 80-ta e me ditën e sotës më ke vlerësuar si shoqe. Për punën dhe për gjitha. Dhe jam mirë njohëse nga ti, Tereza Leka. Da shoqnin që e kemi pas ne, Po, tani pak kushte e marrë. absolutisht ja. Por, ne kemi qenë shumë të sinqerta me njëna tjetrën, E vërtet. na kemi punu shumë, Po, e vërtet. edhe me të shoqe, motër shumë mirë njohëse. Kjo, ani diçka që nuk mund e gjojnë fëmijët tonë ke shokët e shoqet e veta. Absolutisht. Fëmijët e tonë asnjëherë jo. Do të shkojmë në ambientin e punës, masi pijmë kafe, me shoqen time dhe do fillojmë punë. Kam punu në SMT rreth 18 vjetë. Ne ishë SMT në Mirdicë. U përish. S'kishtë na ku me punu, s'kishtë ambient, nuk ishte rëpartë, të pëstishëm ku me vonë makinerit, edhe i mora në shtëpi. Për arsye ekonomike, sepse kishëm fëmijë 3 i kishëm në shkollë lartë, një në shkollë të mesme. Shtëpinë po menresh edhe kam ikë në Tiranë. Atje kam punu fuqishëm, sepse nuk ishte vetëm punë sezonale, pa atje kishte punë të vazhdueshme për ditë. Edhe atje kam qenë shumë e kënaqur me punën. Unë u zhvendosa sërish sepse dola në pension. Edhe erdha në Kodërshen, tonë në shtëpinë. Tani këtu më erdhin shumë punë. Më shumë kam kërkesa të pompave të ujit në këtë sezon. Edhe elektromotor të zdruktharive kam. Po thuj se jo sa pompa të ujit. Pastaj vinë aparat frirë se xhami. Gjithçka që ka për shembull industria, por që të ka punë më shumë sezonale. Në eksperiencat të punës që kam pas, ka qenë herë ngarkume, herë edhe e qetë, por kjo, ma e ngarkumja ka qenë ai projekti imperiativi i firmës turke. Shumë e ngarkume dhe për si gjithna, sepse po qësë elektromotorin nuk ishte mbi ato bazat e veta, mbi gjitha standardet e veta, nuk nxirrte ujë njerëzit, unë që ma e në tunel. Fitimat atëherë ishte, sidomos me firmat ka qenë kolosal, ka qenë një fitim marramens. O, veç banë e thëtë se t'jap lek, pra ishte ndash firma, ndash populli. Në fakt firmat Mirdit e pata në gjallëro shumë jetën. Firma për shembull kjo rruga Kombit, pat punsogrit Mirditën, gjitha firmat që kanë qenë, tani po thuj se kanë marru. Kur kishëm shumë punë, mërshëm në material shumë, tani unë do të menohem shumë kur të marrë, se ajo për shembull ka 2 seksione teli. Po 2 barabana teli më duhen. Shitësi nuk ma jep, unë kam marrë në furnizim Turqi vetë, po zakonisht tani marrë në Tiranë, se ka pak punë. Edhe mu 2 barabana teli më shkojnë 600.000 lekë. Janë rrit gjitha çmimet. Çmimi i telit janë rrit. Kur unë kam punu me 5.000 lekë kilja teli. Kilja teli të Shkodrës. Ishte më i miri, i kishte Florinin në ta. Elektromotorat e uzinës telit kanë punu dhe në ujë, kemi hekja i më tha kanë punu prapë, se kanë humë aftësinë elektrike. Tani jam të bënë grupet e telit me tel të holë, Nërsa teli
që marrim tani nuk i ka garancit. Kjo quhet ose matacier, ose bobinatrishje. Ja ku kaloj. Edhe i mbështjell nga dhaja të gjitha, këtë tjetër. Edhe marroj. Kjo është puna që do bëjon që e prish. Do ta prish statorin dhe t'ja jep shoqës. Ka pas mujë që kem ka 6 milion të dyja, ka pas mujë që kem ka vëvajet, ka pas mujë që kem me ka 100.000 të dyja. Masi ta prishune, këta statorin, do t'i numëroj xherfijet e telit, dhe të numërohen të gjitha dhe të kalojnë tek avolzhusja për ta bë avolzhimin. Në tona kam punu 29 vjet tornitore. E 6 vjet kam punu në gatër, nga punë zezë. Mas 6 vjet se kam një 2 vjet pa punë, më ka marrë shoqja ime. Kim punu bashkë. Ne jemi përkushtue punës që kemi marrë shkollën dhe jemi përkushtue gjatë gjithë punës tonë. Dhe kemi dalë me cilësi të lartë. Të dyja, si unë si Terezia. Ne me libër normash, kur kanë qenë normat, e kisha 2 ditë. Po, s'kemi pa libër normash asnjëherë, sepse është shpejtësia që i dohet, për shembull ai thotë kam shtëpinë pa ujë, ose kam zyrtarin pa punë, pra duhet me ne me e bën natë ditë që mi arnim. Të kërkote cilësinë, të kërkote normën, të kërkote orarin, të kërkote rregullin gjatë gjithë punës. Ato do t'i zbatoshe se s'ban. Nga ora 7 deri në orën 3. Nga ora 3 e deri në orën 11 që kam punu me turna unë. I parë, i dytë dhe i tretë. Unë, si tornitore. Kam qene vetë të 5 shoqe që kemi pas punuar tornitore. Ka qenë gratë në marrëdhënie punë të gjitha. Ka ndryshuar, shumë i ke pa punë. Vetëm ato zanaqies që janë përkushtuar zanatit. Të fillosh nga ora 6 e mëngjesit e deri në orën shkon në ora 6 e darkës, punë gjatë gjithë ditës. 2 orë po, të mira i harxhet tu me prishtan. Edhe 25% vështërsitë punës i kam marrë gjatë 28 vjetëve. E sot jam pensioniste dhe unë se nuk i marrë. Vesh me ata që kam bërë 120.000 deri se me zim ka shku 200.000 sot. Jam të numëro fije Tereze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Qoftë se ti nuk i numëron fije për fije që të dali taman kjo fije që ka pas këtu mata, ajo nuk i bën avolzhimin të rregull, si e djeg direkt. Edhe shkruaj aty Tereze se nuk i mbaj mend, po shkruaj. Sa punë janë nga shtëpia, po puna të mban të gjallë. I lumi ai që punon në punë dhe përkushtohet punës që ka arrit deri këtu. Edhe puna është, nuk di si me ta sfigu unë më bëha mirë që për njeriu. Po sot nuk e vlerësojnë atë punë që i kemi pas vlerësuar ne. Edhe e vlerësojnë prapë se prapë. Unë kam të smunin dhe sot jam të punu me këtë. Tereze sot të përshëndes. Pim kafe bashk. Erdhen punum bashk. Edhe ditë tjera në qëse ti ke nevoj, unë pronë do të t'jem ndaj teje. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë për zemërsisht. Edhe unë të falenderoj shumë, kam shumë gjanë të tavë.